Pra vëllezër, do t'i përmendim pra disa porosi se si me të i kalu vëllezër këto vështirësi, këto ankth, këto pikëllime në jetë, që me lejen e Allahut shpresojnë që me kanë si lloj ilaçi vëllezër për çdo person i cili ka rënë mbrenga edhe në trishtime, edhe në pikëllime, edhe në halle. Porosia e parë vëllezër është që na si musliman vëllezër duhet me e ditë edhe me ia kujtu vetit vazhdimisht se Allahu subhanahu wa taala ta ka zgjedh atë sprovë me cilën të ka godit. Pra Allahu është ai subhanahu wa taala i cili e ka zgjedh edhe është pajtu me çka me të godit ty. Edhe po ashtu ty të ka zgjedh që ti mu përball me atë sprovë. Po është caktimi i Allahu subhanahu wa taala. Andaj ti si musliman, mund cila është ajo ubudia në nshtrimin ndaj Allahut që duhet më të shfaq këtë aspekt. Çfarë duhet më shfaq tash në këtë rast para Allahu subhanahu wa taala? Pajtim vëllezër. Duhet mu pajtu me atë që është pajtu Allahu me të për ty. Kjo është vëllezër gjendja e muslimanit, sinqert muslimanit drejt. Do thot mos me pas rebelim, mos me pas do thot kryenësi, mos me pas kundërshtim ndaj caktimit të Allahu subhanahu wa taala. Mirë po mu pajtu me atë që është pajtu Allahu për ty. Kjo është e para. E dyta vëllezër, vazhdimisht ti krahas kësaj kjo ndërlidhet me të parën, mja kujtu vetës se ai i cili të ka sprovu me atë sprovë, pra Allahu subhanahu wa taala është më i mëshirshëm i mëshiruesve. Është më i drejti i të gjithë drejtëve, është më i urtë i të gjithë urtëve. Do të ai është më i mëshirshëm për ty se sa ti për veten tënde. Është më i mëshirshëm për ty se sa nana për fëmijën e vet. Sa transmetohet me një hadith kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas përfundimit në lufte, së bashku me sahabit e kanë pa një nan duke lyp fëmijën e vet që i ka ik. Edhe kur e ka gjetë, e ka përqafu, e ka shtrëngu edhe ka fillu me ushqim me gjin. Tash pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka thënë shokët vet, ka thënë shikoni këtë gru me fëmijën e vet. Ka thënë çfarë mendoni? Të kjo gru tash a kish hedh fëmijën e vet në zjarr? Ata thonë asesi nuk ka mundësi e dërgumi i Allahut. Thot Allahu është më i mëshirshëm për robën e vet se sa kjo gru për nanën, për fëmijën e vet. Shkon vëzë do të mëshirën e Allahut subhanahu wa taala. Tjetra vëzë porosi është që na duhet me ditë vëzër se sprovat me cilat na sprovon Allahu subhanahu wa taala janë ilaçe. Janë ilaçe dobishme, cilat Allahu ty t'i jep. Pse vëllezër se ai është që e di më së miri gjendjen tënde. Siç thamë është më i mëshirshëm për ty, do të thonë është më i mëshirshëm për ty se sa ti për veten tënde. Andaj çfarë duhet me bëti në këtë rast? Duhet vëllezër me e pi këtë ilaç, me përbi do thotë këtë ilaç. Çysh i pin ato ilaçet, von kur kina smundje fizike, edhe pse s'të pëlqejnë, edhe pse ndoshta kanë shijen e keqe të idht, mirë po ti e pin, se e din se ajo të sjell dobi. Edhe këta vëllezër duhet me e pi, në atë kuptimin e fjalës do thotë mos me e vjell. Qysh e vjell vëllezër këta ilaçe ta ka thënë Allahu subhanahu wa taala kur ti hidhrohesh me caktimin e Allahu subhanahu wa taala dhe fillon çka mu anku. Atëherë nuk i me pas vëllezër dobi për këtij ilaçi që ta ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Porosia tjetër vëllezër është se na duhet me ditë vëllezër se në sprova, në bela që na i çon Allahu subhanahu wa taala, me gjitha këto Allahu nuk don ty me të shkatërru. Nuk don ty do më thonë çka me ta ronu se tepërmi. Mirë po pse don ty me të testu vëllezër. Don ty me të pastru prej gjunaheve. Don ty me ta testu sabrin, do sa po bën sabër para sprovave. E pastaj, disa njerëz dhe kalojnë këtë test me sukses, disa dështojnë Allahun. Pa disa njerëz dhe durojnë dhe si rezultati i kësaj Allahu do të ja shton hala më shumë vlerën, ja ngrit gradat edhe i zgjedh mesin e njerëzve. Disa njerëz Allahu na ruaj tërhiqen edhe zbrapsen, Allahu na ruaj edhe Allah do thotë i përzën, edhe kjo bëhet shkak pastaj që më u shumë fishu hala më shumë ajo sprov. Edhe dami i saj. Porosia tjetër vëllezër se na duhet me ditë vëllezër se Allahu subhanahu wa taala nganjëherë e sprovon njeriu me të mira, nganjëherë e sprovon njeriu do thotë edhe me të këqija me vështirësi. Nganjëherë me mirëqenie, nganjëherë do thotë me vështirësi e me bela. Pse? Mënyrë që me nxjerr prej teje, domethënë atë ubudien në nshtrimin, sa je ti në nshtrum ndaj Allahu subhanahu wa taala. Po kështu vëllezër Allahu pra na zhvendos prej një gjendje tjetër vazhdimisht në jetën tonë. Allahu thotë: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitne." Ne ju sprovojmë juve me fitne, shikoni dyja ti ka thujt fitnë Allah, me fitnë të sherrit edhe të hajrit. Dyja janë fitne, por me pa do thotë si po reagon ti. Andaj vëllezër na nuk do të me kanë tillë që me kanë të nështrum ndaj Allahut veç kur janë gjëra të favor tonin. Ndërsa Allah na ruaj në moment që sprovohemi me e shfaqat fytyrën tonë, na hjeket ajo maska edhe e shfaqim domun kush jemi na vërtet. Jo. Nuk do të me kanë vëllezër kështu se shkon vëllezër Allahu thotë:
Wa minan nasi me ya'budu Allah ala harf. Thot ka prej njerëzve, Allahu na ruaj, ata që kanë atë nifakun e madh me kjo shortim vëllazër edhe për neve, thot që adhurojnë Allahun me kusht. Kuptimi ai do të thotë çysh me kusht, thot in asabathu khairun itma'anna bi. In asabahu khairun itma'anna bi. Nëse e godet e mira qetësohet rahat. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi. Nëse e godet na isprov fitnë, thot i del fytyra vërtet kush është ai. Thot Allahu khasira ad-dunya wal akhirah. Ky person e ka humb dunjan edhe ahiretin. Allahu na. Kjo është domosdoshmë ajo humbja e qartë, Allahu na. Vëllazër, sprova vëllazër të pastron. Edhe të shfaq në farë mënyre kush je ti në vërtet. Mund ta shfaq atë fytyrën tënde në vërtet.